Next, the President of the Republic of Kosovo konsiderohet si hap I parë pozitiv, sepse do të jetë bashkë me shtetet e tjera. Takohet edhe me vendet e cilat ende nuk e ka njohur dhe s'paku të shohin që je ekzistent. Bordi I Paqes për Gazën po pasqyron një realitet të ri global, ndryshimin e rendit botror dhe zbehjen e rendit të krijuar pas luftës së dytë botërore, ndërsa po forcohen aleanca strategjike, partneritetet multilaterale që funksionojnë me traktate si Organizata e Kombeve të Bashkuara, po vlerësohen se po mesin gjithnjë më shumë në margjina. Por çfarë përfiton Kosova nga pjesëmarrja në këtë bord? Pse Kosova arreshtohet kaq shpejt për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Pse shtetet perëndimore nuk ju përgjigjen ftesës së Trumpit dhe çfarë ndikimi mund të ketë kjo për Kosovën? Apo ndryshon rendi liberal botror dhe si po reflektohet kjo në pozitën e Kosovës? A mund të ndihmojë mbështetja amerikane Kosovën në sigurimin e njohjeve të reja dhe në arritjen e një ulse të barabartë që ende nuk po ja ofron OKB-ja? Këtë çështje flet profesori në shkollën prestigjioze të menaxhimit IESEG në Paris dhe ish zëvendës ministri I punëve të jashtme Valon Murtezaj në një intervistë për Kallzo.com. Antarësimi apo le të themi nënshkrimi si fazë e parë e kartës për antarësim në Bordin e Paqes duhet të konsiderohet hap pozitiv për Kosovën për shumë arsye. E para, Bordi I Paqes udhëheqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga presidenti Trump, që është shtet aleat mik historik që ka përkrahur Kosovën në gjitha fazat, që nga faza kur është përkrahur gjatë diskriminimit të Serbisë që ka bërë Serbia në Kosovë, gjatë luftës, pas luftës, në njohjen e shtetit të Kosovës në pas deklarimit të pavarësisë, ndihmesën për Kosovën në njohje ndërkombëtare, konsolidimin në arenën ndërkombëtare, pra të gjitha në radhë e parë janë bërë për shkak të ndihmesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shteteve të tjera, demokracitë evropiane, pra në radhë e parë. Dhe antarësimi në një organizatë të re, e cila sot për sot edhe ende nuk është shumë mirë e njohur për Kosovën, duhet të konsiderohet si hap I parë pozitiv, sepse do të jetë bashkë me shtetet e tjera. Në atë aspekt, nga njëherë duhet të ketë përgatitje, por momenti ka qenë I tillë, presidenti Trump ka qenë në Evropë, pra në Davos, disa nga njëherë edhe aspektet logjistike, lokacionet e tjera I determinojnë shumë akte. Për mendimin tim si akti nënshkrimit dhe I prezencës është okay. Mirë po tash tutje do të ketë fazat e tjera, sepse ashtu si e kemi dëgjuar presidenten që ka thënë, tani ajo do ta dërgoj këtë në kuvend për ratifikim. Të shohim se si do të shkojnë hapat të tjerë. Tu e po që vendet perëndimore si Italia, Franca, Gjermania e refuzuan në të njëjtën kohë SBA-ja si themelues. Trumpi si themeluesi I këtij bordi, Kosova më njëherë u arrestuar nga SBA-ja. A do të thotë kjo që me automatizëm Kosova gjithmonë arrestohet nga SBA-ja kur vjen edhe puna nuk vepron si shtetet perëndimore? Se në këtë rast kryeministri Edi Rama edhe pse pranoi ftesën nuk u pa në ceremoninë e nënshkrimit, në një farë forme u arrestu ka vendet perëndimore. Pyetja është intriguese sepse jep dy pikpamjet e analizës. E para, në planin pragmatik dhe duke pasur historikun e marrëdhënies ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, edhe hezitimi I Kosovës është inekzistent për t'ju bashkuar çdo iniciative që lind nga Shtetet e Bashkuara. Ndërsa shtetet e tjera të cilat janë më të konsoliduara, më të fuqishme në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare, ndoshta e kanë edhe një komoditet për të pritur paksa dhe për të analizuar dhe situatat apo situacionet dhe pastaj për të dalur me vendime apo qëndrime më permanente. Besoj që kjo është një proces dinamik, I gjallë, asgjë nuk ka përfunduar aty, edhe për Kosovën, cili do të jetë roli I saj, sa do të ketë mundësi që të kontriboj në punimet e kësaj organizate, çfarë spektri apo çfarë gamet për të marrë me
situata të konfliktit dhe të zgjidhjes së konflikteve globale, sepse kjo nuk do të jetë vetëm për çështjet e lindjes së mesme. Për Kosovën kjo ndihmon sepse është një aveny ku takohet edhe me vende të cilat ende nuk e kanë njohur dhe spaku të shohin që je ekzistent. Emri i Kosovës është Republika e Kosovës, është afër Shteteve të Bashkuara, pra në këtë fazë është pozitive. A besoni që kanë me hop shtete tjera që me njoft Kosovën, pasi që në mesin e këtyre 18 shteteve, përpoz Kosovës së SHP-s, po të shumë shtete që nuk e njohin përvashtimin e Kosovës. Po, fakti që janë bashk aty, ndoshta është e parakoshme për të parashikuar se si do të shkojnë gjërat, por e rrit potencialin, sepse është komunikimi, është bashkëpunimi, vetë prezenca, njohja, shumë shtete nuk kanë edhe shumë, duhet ta themi, nga ajo çfarë ka mundur të vrej edhe nga më herët, nga puna në diplomaci, shumë vende edhe kanë paragjykime, pra nuk e njohin mirë Kosovën dhe thonë, përderisa nuk e kanë njohur gjithë, nuk po e njohim as ne. Dhe pastaj me njohje graduale të situatës, jam optimist që do të ketë njohje të reja në atë drejtim. Kosova këtë mundësi që i është ofruar të marrë parasysh që po lufton në Kombet e Bashkuara, që me kanë pjesë e saj, ndërkohë që në këtë avolinë ulë si partneri barabartë. Le të themi të qartë, e kanë thënë edhe amerikanët, bordi i paqes nuk meton, nuk synon që të zëvendësoj Kombet e Bashkuara. Pra kjo është një organizat. Natyrisht që në leadershipin amerikan është lider organizate fuqishme që do të bëhet. Por, natyrisht për Kosovën është pozitive, sepse duke pasur vështirësitë në antarësim në Kombet e Bashkuara për shkak të rezistencës në radhë të parë të vendeve me veto, Rusisë dhe Kinës në radhë të dytë, për Kosovën është mirë sepse këtu nuk është ajo burokraci e cila është në mënyrën e vendimarrjes në Kombet e Bashkuara. Prandaj, nëse mund të them si vlerësim general i përgjithshëm, starti është pozitiv dhe ne duhet ta marrim si të tillë që Kosova do të ketë mundësi për të qenë vizibile, sepse në arenën ndërkombëtare është shumë e rëndësishme vizibiliteti i një shteti. Tash varet se çfarë dinamike do të ketë, sa shpesh do të takohen, sa do të ketë punime apo takime qoftë brenda vitit apo se si do të organizohet, sepse gjithçka sapo ka filluar, mund të themi ashtu. Megjithatë, pritjet janë që duke qenë në organizatë të tillë të krijohet potencial më i madh për të ardhur disa njohje të reja, që është pozitive në një mënyrë. Cilat njohje besoni që janë më të afërt ka me siguru Kosova, që mundet me ndihmu këtë rast edhe Turqia që është pjesë e bordit, po edhe SHP-ja si dhe me luftë e saj? Më lejoni të them kështu, si diplomat duhet të jesh i rezervuar në pritje, sepse gjërat kryhen atëherë kur kryhen. Megjithatë, për Kosovën, çfarë mund të them me siguri, njohjet më të rëndësishme në këtë fazë do të ishin njohjet nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, sepse ne jemi vend evropian, dhe dimensioni tjetër është çështja që ndërlidhet me procesin e antarësimit në NATO, si organizat politike, po edhe militare e sigurisë, që për Kosovën, duke pasur parasysh fqinjin ton verior destruktiv, antarësimin në NATO dhe njohja nga këto 5 vende, do të ishte e rëndësisë së veçantë në këtë moment dhe për disa vitet që vinë. Të dy këto janë paksa të ndërlidhura, apo në një masë të madhe të ndërlidhura, sepse vendet që janë antarët e BE-s, që nuk e kanë njohur Kosovën, janë edhe pjesë e NATO-s. Dhe këtu është ajo dilema pastaj se si të akomodohen këto gjëra. Megjithatë, ne duhet të jemi optimist që Kosova do të njihet nga vendet e Bashkimit Evropian, herët apo vonë. Është edhe në interesin e Evropës. Nuk mund ta injoroj prezencën e Kosovës, ekzistencën e Kosovës. Kosova nuk është shpallur
vetëm kështu në një moment të caktuar e pavarur, por ka kaluar në për shumë etapa, duke filluar nga diskriminimi sistematik, lufta gjenocidale e Serbisë Kosovë, ndërhyrja e NATO-s për parandalimin e katastrofës humanitare, vendosja e administratës së UNMIK-ut e tjera, pra deri te shpallja e pavarësisë në 2008. Pra është një proces i shtresuar gradualisht dhe në fund është vullneti i popullit për të jetuar i pavarur. Kosova është e njohur në mbi 117 shtete dhe këtij realiteti nuk mund t'i ik askush. Përmendë pak më herët Rusinë, e cila ka veton në OKB. Çka në rast se Rusia bashkohet në botën e paqes? Qysh ka me qenë masandaj pozicioni i Kosovës në një vend ku Kosova është vazhdimisht kundër aleancave, ku është edhe Rusia? Ajo nuk duhet të jetë problem. Kosova është në ulsen e vet, është në partneritet me Shtetet e Bashkuara, secili e ka rolin dhe dimensionin e vet, organizata është për paqë, nuk është për të krijuar luftrat, dhe në fundit, në momentet të caktuara, Kosova ka të drejtën e vet për të shprehur qëndrimet dhe për të mbajtur qëndrimet dhe pozicionet në raport me shumë gjëra që mund të dalin brenda punës së bordit të paqes. Për më gjithë këtu edhe njëherë me OKB-n, viteve të fundit, po shihet që ka rënë pak rendi vite liberal. Vënë që janë filluar pas luftës së dytë botërore. Në vlerësimin e ju, është duke rënë rendi ri botëror, liberalët apo ngrit një rend i ri, dhe si mundet të me ndiku kjo në pozicionin e Kosovës? Kjo është tema e madhe me cilën po merren edhe studiusit e sistemit ndërkombëtar, po edhe ministritë e jashtme, njerëzit që e kanë studiuar dhe kanë punuar për kohë të gjatë në rendin ekzistues të sistemit të marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili është krijuar pas luftës së dytë botërore. Dhe sot për sot në shumë dimensione, shpesh herë kur flasim për rendin, në fakt na duhet të flasim për parendin, sepse kemi një anarki, shumë rregulla nuk funksionojnë si janë planifikuar apo si janë ideuar më herët. Në një mënyrë, në disa aspekte kjo edhe mund të jetë normale, sepse 80 vite pas luftës së dytë botërore dhe gjërat evoluojnë, por është detyrë permanente e qeverive, sidomos në radhët e parë vendeve demokratike të prira nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian, që trendet globale, të cilat shpesh herë janë të prirura apo të dominuara, të keqpërdorura nga autokratet, nga despotet, nga regjimet totalitare, të ballafaqohen me qëndrime dhe me aleanca të vendeve demokratike. Prandaj, aleancë globale, amerikane, evropiane, duhet të ketë, dhe duhet të ketë aleancë të fuqishme. Do të ishte gabim për secilën palë që kjo aleancë euro-atlantike të dobësohej për çfarë do lloj interesi të vogël material që nganjëherë palët mund të kenë. Sepse fati i shoqërisë njerëzore dhe emancipimi i shoqërisë njerëzore në radhët e parë varet nga kjo aleancë amerikane e evropiane për një arsye, sepse janë vende më të lira dhe janë vende më demokratike në raport me vendet e tjera në planet, të cilat ende jetojnë në një vend, në një shumicë të madhe në sisteme totalitare. Sepse në rast shihet një ndryshim edhe më i madh i rendit, Kosova, në bazë të asaj që shihet, pozicionohet gjithmonë nga SBA-ja. A jep kjo një siguri rajonale të më parasysh kërcënime që janë në rajon? Orientimi i Kosovës është gjithmonë europian-amerikan. Është shumë e thjeshtë. Shpresoj që asnjëherë në kursin e historisë nuk do të na bjen që të zgjedhim tjera aleanca. Sepse kursi i historisë së kaluar dhe sidomos i 50 viteve të fundit na jep siguri që prosperiteti i shoqërisë, respektimi të drejtave të njerëzit, vlerave të demokracisë, liria e shprehjes, ekonomia e bazuar në tregun e lirë shkakton një mirëqenie për qytetarin kudo në ato vende në të cilin zbatohen këto norma. Pra janë gjëra të thjeshta,
të prekshme dhe të faktueshme. Prandaj Kosova është fatimir që asë nuk ka dilemë, është vend demokratik, që është në rrugën e integrimit evropian, ka një pjesë të fajësisë për procesin e ngadalt të integrimi evropian në përgjithësi e mban vetë Evropa, sepse evropianët duhet ta akselerojnë procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, po edhe deri te Ukraina si zonë gjeografike, geopolitike, geoekonomike, sepse nëse shtrihet koncepti i vlerave evropiane deri atje, atëherë gjithë kontinenti evropian është më i sigurt, me jetë më prosperuese për qytetarët e Bashkimit Evropian, gjithë këtij bashkimi, po edhe është pastaj një forcë globale apo aktor dhe faktor global me peshë më të madhe për të ndikuar në zona të tjera të planetit, në mënyrë që të shtrihen demokracia, liria, të drejtat e njeriut. Mos të harrojmë në përbot, njerëzit vuajnë shumë nga mungesat të drejtave. Ne duhet ta themi që normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e rëndësishme për Kosovën dhe për Serbinë, por edhe për të gjithë rajonin. Në çfarë do lloj formati që palët do të mirën në këtë çështje, e rëndësishme është që në fund të ketë paqe, të ketë njohje reciproke ndërmjet vendeve, dhe kjo nuk ka rrugë apo nuk ka alternativë tjetër. Alternativa tjetër është e konfliktit dhe e luftrave, dhe kjo nuk besoj që tani dhe në kohën që po vjen dhe me vizionin qoftë evropian po amerikan do të tolerohet. Prandaj në bordin e paqes mund të jetë një nga pjesët, por kjo do të ishte spekulim sot për sot, dhe tentoj që të mos spekuloj në këtë dimenzion, por çdo iniciativë që sjell paqe dhe normalizim të marrëdhënieve fqinjësore ndërmjet vendeve, jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po kudo në botë, ajo duhet të përkrahet dhe duhet që të përshëndetet dhe të kushdo që mundet duhet të kontribuojë në ato dimensione. Po ashtu fqinjësia e mirë është një nga kriteret e integrimit evropian. Pra çdo vend që integrohet në Evropë duhet ta ketë të qartë se nuk ka asnjë lloj pretendimi cenues ndaj një vendi tjetër antar të Bashkimit Evropian.